Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Aleksandra, uroj dhe shpresoj shumë që të jeni mirë dhe të sigurt afër familjeve tuaja në këto ditë izolimi. Atëherë, po e xhiroj këtë video për t'ju sugjeruar dhe treguar disa nga librat që ju mund të lexoni dhe pse jo të reflektoni mbi jetën, botën dhe me njerëzit të cilët ne kemi ndërvepruar përpara kësaj situate. Kam Fatos Kongolin, me jeta në një kuti shkrepsë, është një roman tepër i bukur dhe mjaft domethënës, dhe trajton mentalitetin aq të vogël se ishte i mbyllur në një kuti shkrepse, në kuptimin figurativ. Viktor Canosina me të gjithë tulipanët e botës është po ashtu një nga librat e mi të preferuar, flet për jetën e dy adoleshentëve dhe besoj se na përcjell mirëkuptimin dhe besimin që duhet të kemi patjetër tek njëri tjetri. Stavri Poni me Përtej ëndrës është po ashtu një histori e një jete adoleshentësh në regjimin komunist shqiptar të asaj kohe dhe e trajton njerinë e kufizuar. Honoré de Balzac me Xhagorjoj, besoj se ka një temë aktuale mbi interesin që kemi me njëri tjetrin në jetën e përditshme. Dhe Naim Frashëri me vëllimin e tij Lulet e verës është po ashtu një libër i bukur me vjersha të cilën mund ta lexoni dhe unë kam zgjedhur të lexoj një për juve. Një lule e fishkur a një vashës së vdekur. Pse mba më ri, se marrë do vesh, përse s'më fletë si njëherë, përse s'më shikon, përse nuk qesh, ç'rri kokunjur dhe e mjerë, sa i qeshur më që dje të zbartë të gusha si kartë, buza më gazë që kishie, më ish një si filjartë, po, si mirë shumtuar, t'ka zën varfëria, më je tretur e kulluar, ku fluturoj bukuria, të shoh të fishkur për dhe, pa shpirt, pa gjak, pa ftyrë. Na le o lulës, na le, o vdekje, që je një mëndzyrë. Që lotë syve si shikon, zvëvesh në mallëngjime, je shurdhër nuk dëgjon, je plot me idhërime. Sa na dhëmbe shkreta jetë, don se nuk e pëlqen, e pandej të vërtet, me gjësendi si shkëmbej. Të korrë lulës e gjorë, të hof në jetë teatër, e nga neve hoqedor, mës na ketën, as tafër. Dhe atë që kanë shkuar, zemër zhur na e bën, e kemi të përvëluar, zemra prej guris ka qenë. Pas këtaj buzas më shqesh, a zemra më lënduar. Zoti i vërtetë më ndjesh, jam djegur e përvëluar, që e i vishun në të zi, edhe ju në mos rini, ohon mos del përsëri, gjithë të helmuar rrini. Nxiu o diell i shkret, dit e robën e natës hidh, thau dhe ti dhe për jetë, ti lumë që to mos lidh. Të mbarojt kjo jetë, të mbretëroj pushimi, të bijem në të qetë, të gjej fund të hidërimi. Rojmë këtu me mundime, me ahe, me pshërëtima, me brenge, me mallëngjime, me vaj e me ngashërima. Më së pun me hymë në dhetë dhe kur mos na gjej, bie me humbasën në detë dhe valet na rëmbej. Të rëmbyen dhe ty në lulës e bukuris, ta shotëve nitur sy, me ke ftyrën e zis, kur dhe pshërtin t'i pshonje, me një pshërtim si zjarë, gjithë që janë i përvelonje, nuk mbetej as një filmbar. Val, ku du të shpije, në qije për para Zotit, kërkojnë të shtijej, prap në duar të motit, të linç për të prap, e të vdeq që prap të linç, e kështu vere vap, gjithë një të veshe të vish, apo për je do të shkosh, mos qënja të të mbuloj, edhe ti një jetën të harrosh, dhe jo ty të të harroj. Atëherë kjo ishte një poezi nga Naim Frashëri, e gjeni tek vëllimi Lulet e verës, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni që qëndroni në shtëpi të sigurt dhe shëndosh.